Ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmong dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujt me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. Nëse këto dyja nuk bëhen, ne ma mërmendja që nuk është në të mirën e Kosovës dhe pikërisht për këtë arsye, Lëvizja Vetëvendosje më propozoi si mandatar sot. Unë e pranova dhe tëra që na mbetet është që ta shohim tash veprimin e presidentes së Republikës. Kjo ma mërmendja pritet jo veç për Lëvizjes Vetëvendosje, por për shumicës qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë e thash edhe në fjalën që e mbajta, nëse kjo nuk shmonget, atëherë Kosova mund t'i ketë 5 parë zgjedhje brenda një viti. Me të vërtetë është shumë e lodhshme për qytetarët e Republikës Kosovës, se të mos unë nuk e përmenda as koston, edhe kostoja është dikon rreth 40 milion euro që i kushton prej xhepave t'ju i kemi pagu. Unë besoj që forcat opozitare do të reflektojnë dhe do ta kemi një bashkëpunim pozitiv në këtë drejtim, që këto dy gjëra që i shpjegova të ndodhin. E para shmongja edhe zgjedhjeve në dhjetor, edhe e dyta votimi i buxhetit të Republikës Kosovës. Amo jo për një qeveri kështu afatgjate, me koalicione, me vetëm thjesht, të thirrim mendjes që këto gjëra të kalojnë. E pastaj bëjmë bashkë çka dojnë subjektet opozitare.